apo pjesa më e lartë mund të themi e deputetëve futen nga pjesa anësore, por për shkak të perimetrit të sigurisë i cili është vendosur në një distancë shumë më të largët mund të themi nga hyrja për në kuvend e ka bërë pak të pamundur pra hyrjen e protestuesve. Ndërkohë thirrjet e tyre janë të her pas hershme dhe të pandalshme mund të themi përsa i përket kërkesave të tyre ku më kryesorja është ajo e qeverisë, pra rënjes së qeverisë Rama dhe largimit të kryeministrit Edi Rama. Po, faleminderit Gjensila për informacionet. Ishte Gjensila Kodrat nderuar shikues nga një kënd tjetër i kuvendit. Shohim që protestuesit komunikojnë me forcat e rendit, vjojnë të goditen me vezë automjetet e deputetëve që hynë në kuvend. Është ora 11:49 dhe në orën 12 një seanca plenare ditës sot. Me një tjetër është lajmëruar për të njëjtën e fundit, pra në 23 korrik, që është lajmëruar dhe një proteste madhe përpara kuvendit. Parlamenti turpi! Parlamenti turpi! Parlamenti turpi! O ne so? Hajde na merr ne ujë dai, a mos. Shko që ti ma do në kua një shumar këtë a marrë.